Kemi studio për të vijuar transmetimi për sa i përket detajeve që vinë nga ky proces elektoral i ditës diel 11 maj të këtij viti. Në fakt ka pasur një intervistë të kryeministrit Edi Rama dhënë për median italiane Corriere della Sera, që lidhur pikërisht me rezultatin e votimeve për zgjedhjet parlamentare të 11 maj, që projektojnë në fakt edhe dukshëm Partinë Socialiste si fituese në këtë garë. Në shkrimin e publikuar nga Corriere della Sera theksohet se kryeministri Rama shqiptarët i kanë besuar një mandat të katërt në krye të qeverisë. Ai, citojmë, fiton midis shqiptarëve të Shqipërisë dhe midis bashkëkombësve të tij jashtë vendit, mban qendër jug dhe pothuajse pushton veriun bastionin e opozitës, lexohet më tej në shkrim. Kreu i Partisë Socialiste në shtator do të betohet për mandatin e katërt radhazi. Vota popullore ende në proces numërimi jep aktualisht shumicën absolute prej 82 vendesh nga 140, por mund të rritet edhe më tej. Sali Berisha thuhet në shkrimin e Corriere della Sera arrin të sigurojë rreth 50 mandate me partinë e tij demokratike, ndërsa mbrëmjen e dieshme pas 10 telefonatave urimi, Edi Rama ju përgjigj edhe gazetës Corriere, thuhet në shkrim. I pyetur nëse priste një fitore kaq të thellë pas 12 viteve qeverisje, kryeministri Rama shprehet se sinqerisht po, sepse punuam shumë për të arritur te kjo fitore, duke folur me fakte, duke treguar qartë rrugën kryesore për Shqipërinë e fëmijëve tanë, duke i besuar dhe duke u fokusuar rinovimit brezave në listat tona të kandidatëve dhe ku kemi promovuar dhe shumë ngraj vajza, po ashtu duke organizuar partinë për një lojë të madhe skuadre në terren. Rama tha se shqiptarët preferuan Partinë Socialiste sepse ne ndryshuam Shqipërinë me një vizion të qartë dhe këmbgulje të madhe. Njerëzit nuk janë budallën siç mendojnë shumë politikanë, dhe ata dinë të bëjnë dallimin midis atyre që punojnë seriozisht për të ardhmen e vendit dhe atyre që kufizohen me retorikën e disfatizmit. Edhe kemi gabuar, por kemi kërkuar falje, por kur nuk u ndalëm, kur nuk u fshehëm, kur nuk u dorëzuam përballë vështirësive dhe ngritëm një komb të tërë duke bërë atë krenar për emrin e tij. Dhe më tej Rama nënvizon se Partia Socialiste nuk fiton, sepse humbet opozita, por sepse shqiptarët besojnë në rrugën që po ndjekin së bashku. Duke folur për votën e diasporës, ku Partia Socialiste është në epërsi, Rama thekson se ky fakt e emocionon. Më prek sinqerisht, ata që jetojnë jashtë vendit kanë një vizion më gjerë dhe më kërkues. Nuk votojnë nga nostalgjia, por për shkak të vlerësimit të situatës. Është një vot besimi nga ata që u larguan nga vendi, por nuk janë larguar nga Shqipëria. Dhe nëse diaspora na beson, kjo do të thotë se ne po transmetojmë një imazh që i bën ata krenar. Rama tha se kryeministri e Italisë, Giorgia Meloni, ka shkruar një mesazh. Po, ajo më shkroi një mesazh, thotë ndër të tjera, nga motra për vëllain. Duke folur për objektivat e qeverisë socialiste për 4 vitet e ardhshme, Rama tha se ne do të përfundojmë kantierin e madh evropian të Shqipërisë, qëllimi ynë është të përfundojmë negociatat e pranimit deri në vitin 2027. Ndërkohë, paralelisht, ne do të vazhdojmë të modernizojmë vendin, duke forcuar sundimin e ligjit dhe ekonominë, duke mbështetur familjet dhe duke e bërë transformimin 360 gradë të vendit të pakthyeshëm çdo ditë me përullësi dhe vendosshmëri. I pyetur për skepticizmin e shfaqur nga disa ekspertë mbi afatin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030, Rama thekson se ekspertët shpesh kanë të drejtë, por ata kurrë nuk e kanë ndryshuar rrjedhën e historisë. Këto e ndryshojnë popujt dhe lidershipet e vendosura. Unë nuk bëj parashikime, unë flas për objektiva. Dhe në këtë rast për një objektiv të përbashkët me Brukselin. Dhe Shqipëria nëse vazhdon të bëjë detyrat e shtëpisë siç ka bërë deri më tani, do t'jetë plotësisht gati në vitin 2030. Ky ishte prononcimi për prestigjiozen Corriere della Sera, gazetën italiane, se kryeministri Edi Rama me vetëm pak orë pasi po themi është thuajse i qartë edhe rezultatin në këto zgjedhje. Më herët Siklajda duke folur për një po themi tentativ apo qëllim për të ndaluar apo shtyrë sa më shumë procesin e votimit, kryekomisioneri Celi Bashi ka deklaruar se diçka e tillë nuk do të tolerohet dhe se sipas tij brenda kësaj jave do të kemi rezultat përfundimtar. Kam shumë besim se do përfundoj brenda kësaj jave, shprehur Celi Bashi, ndërsa ka theksuar se ndonse kjo nuk është një justifikim, shumë çka varet edhe nga mënyra se si partitë, veçanërisht ato dy të mëdha që kanë edhe përfaqësim të konsiderueshëm në komisionet e numërimit dhe jo vetëm, do të menaxhojnë pjesëmarrjen e përfaqësuesve të tyre në numërimin e këtyre votave, ku ndër të tjera i ka bërë thirrje partive politike që të marrin masa konkrete dhe
për grupet e tyre të numërimit, pasi për shkak të mbingarkesës dhe kryerjes së 2 proceseve të punës si komisioner dhe numërues, në disa këzazë është ndërprer puna për shkak të lodhjes së anëtarëve të grupeve të numërimit, ndërsa në lidhje me një këzazë që u folë edhe publikisht, kam përfunduar procesi i numërimit votave për subjekte politike e kam vendosur për shkak të lodhjes, nisin pra pikërisht në orët e para të mëngjesit sotëm.